Si t'i kthejmë thyesat të ngjashme në numra dhjetor. Ju sugjeroj të shumëzoni numëruesin dhe emëruesin me numër në mënyrë të tillë që emëruesi, pra numri poshtë, të bëhet 100. Pra, me çfarë shumëzoj 4 që të marrë 100? Me 25. Atëherë 4 herë 25. Me të njëjtin numër do shumëzoni edhe lart, pra 3 herë 25. Nëse ne shumëzojmë të dyja gjymtyrët e një thyese, pra edhe numëruesin edhe emëruesin, me të njëjtin numër, ne kemi përftuar një thyesë të barabartë me thyesën e parë. Atëherë kjo është e barabartë me 3 herë 25 do bëjë 75 dhe numri poshtë do të bëhet 100. Atëherë si shkruhet si numër me presje? Kemi 2 0, 1, 2. Pra, 75 dhe do spostohemi, se kemi pjesëtime 100, 2 njësi majtas 1, 2. Atëherë 0 presje, 75. Pra 3 të katërtat është 0 presje 75. Në të njëjtën mënyrë, shumëzojmë 4 herë 25 me 1 herë 25. Dhe është e barabartë me 25 të 100 dhe është e barabartë me 25 1, 2. Pra 0 presje 25. 8 të 20. Atëherë me çfarë do ta shumëzoni 20 që të bëhet 100? Me 5. Atëherë me 5 ne do shumëzojmë edhe 8. 8 herë 5 përmbi 20 herë 5. Dhe është e barabartë me poshtë kemi 100, 8 herë 5, 20. Paras me 1, 2, 0 presje 20. 2 të 5, me çfarë do ta shumëzoni 5 që të merr 100 me 20? Pra 5 herë 20 në japi 100. Atëherë me 20 do shumëzoni edhe dyshe. Pra do të dali 40 të 100 dhe do të dalë 0 presje 40. Mënyra tjetër kush është? Që ju të pjesëtoni numëruesin me emëruesin. Këtë mënyrë do ta japi në një tjetër video. Atëherë faleminderit për vëmendjen dhe shpresoj shumë që ta keni të qartë këtë material. Dëgjojeni 2-3 herë derisa ta bëni tuaj. Ju e dini, jo çdo prodhim 2 numrash na del 100. Prandaj, kjo metodë përdoret për ato raste ku numrat në emërues janë pjesëtues të 100-s. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në materialet e radhës.